Marrëveshja për partneritet strategjik me Mbretërinë e Bashkuar, përveç përfitimeve politike dhe të sigurisë për Maqedoninë, do të sigurojë edhe hua të favorshme prej 6 miliardë eurosh, të cilat do të përdoren për investime në disa fusha. Tashmë është bërë e ditur se një pjesë e këtyre fondeve janë planifikuar për përdorimin e spitalit klinik në Shtyp, së bashku me goditjen e re të Fakultetit të Mjekësisë dhe një konvikt studentor me kapacitet prej 200 shtretër. Gjithashtu, parashikohet ndërtimi i spitalit të ri në Korçov, së bashku me një qendër shëndetësore, si dhe rikonstruksioni i spitalit klinik në Tetov. Kushtet e kësaj huaje ende nuk janë përcaktuar plotësisht, por pritet të jenë të favorshme. Много скоро до денеска и тоа ќе биде објавено во јавноста. Реперни е Euroribor, реперни се два фиксни параметри, а тоа се грейс период и долг период на отплата. До сега фиксирани се неколку проекти, а тоа е реконструкција, модернизација на пругата која што ќе ги поврзува Табановци и Гевгелија, железничката пруга, со што очекуваме за 10 пати да се зголеми карго транспортот по истата и да се зголеми нормално бројот на патници кои што ќе ја користат. Ky është projekti më i madh i kësaj vale të investimeve dhe sipas informacioneve të televizionit 21, një pjesë e kurudhës ekzistuese do të rikonstruohet, por një pjesë e madhe do të jetë trase e re me çka do të ketë linjë të dyfisht, prej të cilave njëra për transport mallrash që do të mundësoj shpejtësi prej 120 km/h, ndërsa njëra linjë për trafik pasagerësh me shpejtësi prej 160 km/h. Ky projekt fillimisht vlerësohet se do të kushtoj 1.5 deri në 2 miliardë euro. Marrëveshja për hekurudhën pritet të nënshkruhet së shpejti. Which is excellent, and I'm delighted that next week we're taking the Deputy Prime Minister to London to sign the government-to-government agreement, which is focused on the trade and investment priorities that you've outlined, Prime Minister. So I think it's a really a sequence of agreements that is going to really strengthen our bilateral partnership from the very top of government down, from Prime Ministers down. Ky huazim i madh ngre edhe çështjen e borxhit publik. 6 miliardë euro përbëjnë pothuajse 40% të bruto prodhimit vendor, që do thotë se mund të shkaktoj presion serioz mbi nivelin e borxhit të vendit. Kryeministri Mickovski thotë se grace periudha që është përfshirë në marrëveshje do të mundësojë rritje më të shpejtë të bruto prodhimit vendor në raport me kohën kur do filloj pagesa e kësteve që pritet të nisë në vitin 2027. Така што очекувам дека во крајна смисла ефектите ќе бидат со намалување на јавниот долг, а не со зголемување, бидејќи станува збор за инвестиции капитални, не станува збор за поземување пари за трошења, социјални трансфери и така натаму. Mickovski shtoi gjithashtu se për projektet e tjera që të përcaktohen në të ardhmen, së shpejti do të takohet me komunitetin e biznesit për të përcaktuar prioritetet dhe për të parë nëse ekonomia e Maqedonisë mund të ndjek këtë valë të re investimesh. Треба да видиме каков ни е апсорпциониот капацитет, бидејќи во договорот се предвидува минимум 70% да биде локална компонента. Така што ова навистина представува нешто кој што ќе биде голема поддршка за македонската економија. Mickovski beson se shpresat e qytetarët dhe kompanitë është kthyer dhe se kjo është bazë për përmirësimin e ekonomisë.